Kardinalet me rroba të kuqe kanë përcaktuar 7 majin si datën e nisjes së konklavës, ku do të zgjidhet pasardhësi i Papa Franceskut, i ndjer më 21 prill. Takimi i 10 princave të kishës nisi në orën 09 në Vatikan, në një kohë kur spekulimet rreth afatit të procesit sekret ishin të shumta, pas përfundimit të 9 ditëve të zije zyrtare. Nga 252 kardinal të thirrur në Rom, vetëm 135 janë në moshën 80 vjeç dhe kanë të drejtë vote për papën e ri. Ata përfaqësojnë kontinente të ndryshme dhe shumë prej tyre kanë nisur të njihen më nga afër gjatë 4 kongregacioneve të përgjithshme të zhvilluara javën e kaluar. Deri tani mungojnë të dhënat e qarta për një favorit, ndërsa kardinali spanjoll Jose Cobo, në një intervistë për El País, deklaroi se nëse Francesku ishte papa i surprizave, edhe kjo konklav pritet të jetë po aq e papritur. Papa Francesku u përcoll me nderime të shtunën në një ceremoni madhështore që mblodhi 400.000 besimtar dhe personalitete botërore në sheshin e Shën Pietrit. Vendi i tij i pushimit është vendosur jashtë mureve të Vatikanit, në Bazilikën Santa Maria Maggiore, në përputhje me prullësinë që karakterizoi shërbimin e tij. Ndërkohë, emrat më të përfolur për fronin papnor janë sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali italian Pietro Parolin, i ndjekur nga filipinasi Luis Antonio Tagle dhe kardinali Peter Turkson Gagana. Gjithashtu përmenden Pier Battista Pizzaballa, Robert Sarah dhe Matteo Zuppi si kandidat potencial. Procesi i votimit, që do të zhvillohet në Kapelën Sistine nën afresket e Michelangelos, është rreptësisht sekret dhe mund të zgjasë disa ditë. Çdo ditë parashikohen 4 raunde votimi, derisa një kandidat të fitojë shumicën prej 2/3.